Pastaj kemi sadakat fjalës mirë. Edhe retorika jon, edhe goja jon e ka një lloj sadake. Në vend se të flasim keq, pse mos flasim mirë? Zatën ky është parim kuranor. Thot Allahu në Kur'an: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve flisni një fjalë të mira. Unë çuditem me disa njerëz se si kanë prirje edhe sa shpejt nguten me fol fjalë të pamatura. Mos flasim për fjalë banale. Ruani gjuhën, sepse gjuha është pasuri. Gjuha është faktor kyç në ditë gjykimit. Në bazë asaj që do të flasim, do të gjykohemi në ditë gjykimit. Madje ajo që më shumti do të ndikojnë në përfundimin ton, edhe në këtë botë, në botën tjetër është pikërisht ajo çfarë flasim, sikur se i ka thënë Muadh ibn Jabelit, pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Muadhi është çudit ku ka dëgjuar që do të merremi në llogari për fjalët tona, për gjuhën tona, sepse ai ka menduar që do të merremi në llogari vetëm për veprat tona. Ka menduar që nuk shkruan lapsi për gjuhë, shkruan vetëm për gjymtyr, vetëm për vepra. Ka thënë ja Rasulullah, a do të merremi në llogari edhe për fjalët që i flasim? I ka thënë të pas nëna, të pas të Muadh. Çka mendove ti? Në ditën e gjykimit, ajo që më shumti do t'i bëjnë njerëzit të tërhiqen zvarr sipas një komentimi, apo sipas një përkthimi, sipas përkthimit tjetër, do të zhyten, do të gjuhen në zjarr xhenemit, është për shkak të asaj që kanë korrur me gjuhët e tyre. Illa hasaidu alsinatim. Pra ajo që korrim ne me gjuhët tona. Gjuha ditë jetë shumë më impres se drapri, më impres se kosa, më impres se shpata. Dikë mund ta korrim me një fjalë, t'ja korrim shpirtin, t'ja korrim ëndrat, t'ja korrim planet, t'ja korrim dashurinë, t'ja korrim respektin, vetëm se nuk kemi qenë të matur në fjalë. Po dikë tjetër mund t'ja zgjidhim një problem jetik, mund t'ja zgjidhim një problem jashtëzakonisht madh, mund t'ja qetësojmë shpirtin, mund t'ja shndrojmë lotët e pikëllimit në lot gëzimi, vetëm me një fjalë të bukur, me një fjalë të mirë. Andaj le t'japim sadaka gjusore sa më shumë që të kemi mundësi.